Pyetja e radhës, assalamu alaikum hoqë. Burri më ka rrej shumë. Dhe më ka rëzu prej shkallëve dhe jë mbet invalide. Tani po thot, nëse donë më shkurorzu nga unë, mi jep 50.000 euro. A kam të drejtë unë t'ja jep, por edhe mundësit nuk i kam. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu e udhëzoftat atë person, atë burr që vepron kështu me bashortën e vet, me gruën e vet. Dhe themi që ky kana mashkull dhe jo burr, sepse burri s'ban kështu me gruën e vet. A mashkulli do thotë mashkull, është e banaj. Kurse burri si burr, që është burr në kuptimin e plot të fjalës, nuk vepron kështu me bashortën e vet. Që ta gjumë prej shkallëve, partnerin e jetës së vet, mikun më të dashur, më intim, më privat, më të afërt në jetë që e ka zgjedh dhe të vepron kështu me të. Allahu udhëzoft e përmirësoft dhe ja fal gjënon dhe sa më shpejt le të pendohet nga ky veprim. Kurse kësaj motrës i themi që nëse ajo e shef jetën e vet të vështirë me këtë person dhe e shef se nuk ka perspektivë në jetë me këtë person, natyrisht këshilla ime do të kishte qenë në këtë moment që ata t'i përmirësojnë raportet e veta dhe secili të pendohet dhe të përmirësohet dhe të mundohen që të bashkëjetojnë si çift bashkëshortore dhe më tutje. Por nëse ky person është i tillë që sot e ka gjujt prej shkallëve, nesër e gjun prej balkonit dhe diçka tjetër do thotë që ka mundësi me bën me të, atëherë këtë rast se ke obligim që t'ja japish 50.000 euro edhe nëse i ke, por se fetarisht ke të drejtë të kërkosh shkurorzim prej tij dhe ja kthen vetëm pasurinë e mehrit që ta ka dhënë në ditën e kurorzimit. Lirat që zakonisht ne i përcaktojmë fetarisht ja kthen mbrapa dhe je e lirë. Dhe je e lirë, por përsëri unë këshilla ime do të kishte që të konsultohesh me hoxhën më të afërt që e ke në vendin kudo që je dhe nga ai të kërkosh ndonjë sqarim pak më detajizim, shkaku se thotë ndoshta hoxha ju i din më mirë rrethonat dhe mentalitetet dhe traditat që ju jetoni, shkaku se këto janë probleme familjare që thotë kanë të bëjnë edhe me rrethonat edhe traditat, do thotë kombëtare dhe fetare që janë në vende të caktuara dhe natyrisht që janë të ndryshme, që do të kemi kujdes që veprimet e tilla të mos shkaktojnë pasoja më të mëdha negative. Dhe shkaku i saj nuk marr guximin që t'jap vendim definitiv, por e tregoj si rregull fetar që gruaja kur don të shkurorizohet nga burri i vet ka të drejtë që të kërkon shkurorizim dhe nëse burri pranon një gjë të tillë dhe ndonjëherë edhe i imponohet nga ana e dietarëve, nga ana e gjykatësit që ta pranon një veprim të tillë, atëherë do thotë gruaja ka për detyrë fetarisht t'ia kthen vetëm mehrin që e ka marrë në ditën e kurorzimit. Kurse për zbatimin e kësaj, për rastin e juve, për rastin e kësaj motre, Allahu ja lehtësoftë e shëroft sa më shpejt nga ky problem. Themi më së miri të konsultohet me hoxhën që i kanë në vendin e vet, e ndoshta përgjigjja do të jetë më e saktë dhe më e vyshme dhe më e qëlluar për juve. Wallahu a'lam.